تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, gjithë lavdia e takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga veprat e tona të këqija. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për ta, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa sa që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit të çmuart dhe të vlefshëm dhe disa shpjegime të marra nga dietarët. Libri Usulus Sunne, bazat e sunetit, të autorit Imam Ahmed ibn Hanbal, i cili ka vdekur në vitin 241. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë dhe të gjithë dietarët e umetit. Allahu na falt ne, prindrit tan, mësuesit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdim, ka edhe një çështje tjetër në lidhje me besimin në ditën e gjykimit. Në vazhdim ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah: "Wal imanu bi shafa'ati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa bi qaumin yakhrujuna min an-nar ba'da ma ihtaraqu wa saru fahman." Do thotë gjithashtu prej bazave të sunetit, pra, është besimi në shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe besimi në disa njerëz që do të dalin prej xhehenemit pasi janë djegur dhe janë bërë thëngjill. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil janna, kama jaa fi al-athar, edhe urdhërohet që ata të hidhen në një lumë në të dera e xhenetit, ashtu siç është përmendur në transmetim, kayfa sha Allah, si do Allahu, wa kama sha, do të thonë dhe sipas dëshirës së tij. Innama huwa al-imanu bihi wa at-tasdiqu bihi. Kurse ne e kemi vetëm besimin dhe aprovimin e kësaj. Pra, siç e dim, secila pikë që përmendet lidhet me fillimin e kësaj shkrese, do thonë të Imam Ahmedit rahimahullah, që fillon Usulus Sunnati indana, do të thonë bazat e sunetit, dhe kemi treguar se me sunet e ka për qëllim akiden islame, do të thonë Islami edhe bazat e Islamit, pra sepse Islami nuk është asgjë tjetër përveç se suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe suneti është komplet Islami. Dhe bazat e sunetit tek ne janë këto, dhe prej tyre al-imanu bi shafa'ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë besimi në shefatin dhe ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo çështje një herë para se të kalojmë të tjetra, do të thonë këtu përmenden dy çështje. Besimi në shefatin, do të thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndërmjetësojë për besimtarët në ditën e gjykimit, dhe besimi se ka njerëz prej zbatuesve të tauhidit që do të hynë në xhehenem, por do të dalin. Do të thonë, ose nga ana tjetër ka prej njerëzve që kanë hyrë në xhehenem që do të dalin prej xhehenemit. Do të thonë nuk do të jenë përgjithmonë. Dhe ata janë ata të cilët kanë vdekur me tauhid. Në çështjen e parë, besimin në shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo çështje ka të bëjë me dy shtylla prej shtyllave të imanit. Njëra është ajo që është e dukshme, pasi është në kontekstin
e njëjtë me çështje tjera të besimit në ditën e gjykimit. Pra shtylla e imanit, besimi në ditën e gjykimit, përfshihet, kemi thënë disa herë, çdo gjë që do të ndodh pas vdekjes, edhe çdo gjë që do të ndodh në ahiret, pas ringjalljes, edhe xheneti, xhehenemi dhe të gjitha detajet që janë përmendur në Kur'an dhe Sunet, janë pjesë e besimit në ditën e gjykimit. Edhe shefati është pjesë e besimit në këtë shtyllë të imanit. Dhe çështja tjetër është që kjo pikë ka të bëjë edhe me besimin në pejgamber. Pasi besimi në të gjithë pejgamberët dhe në veçanti në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ka dy anë ose dy aspekte të besimit. Besimi i përgjithshëm në pejgamber, edhe ajo është besimi në se Allahu ka dërguar shumë pejgamber të njerëzimi. Edhe të gjithë ata kanë folur me shpallje nga Allahu, të gjithë kanë thirrur në tauhid, edhe të gjithë kanë qenë, do të thënë që kanë thirrur për moralet më të larta, edhe të gjithë kanë qenë që pra besnik dhe të besueshëm dhe të mbrojtur nga gabimi, në veçanti nga, do të thënë kanë qenë të mbrojtur nga gabimi në transmetimin e mesazhit nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe gjithashtu kanë qenë të mbrojtur nga mëkatet e mëdha, do të thënë që është e kundërta me besimet e popujve tjerë, në veçanti besimet e ehlul kitabit, jahudive dhe krishterëve, të cilët i akuzojnë pejgamberët e Allahut me akuza nga më të rëndat dhe më të fllihçurat për disa, do të thënë që i akuzojnë se kanë bërë shirk, disa prej pejgamberëve. Disa i akuzojnë për imoralitet të rëndë, do të thënë që nuk mendohet edhe njeriu i thjeshtë t'i bëjë ata. Do thotë, pra ky është besimi i përgjithshëm në pejgamber, besimi në të gjithë pejgamberët, dhe se Allahu ka dërguar shumë pejgamber, dhe se i kanë këto cilësi që i përmendëm, dhe kjo është besimi i përgjithshëm, kurse besimi i veçantë është besimi në detajet që janë përmendur në Kur'an dhe Sunet. Do të thënë emrat e pejgamberëve, ose veprat e tyre, ose librat që ju kanë ardhur, dhe gjithashtu edhe veçoritë e tyre. Do të thënë cilësi që kanë pasur, veçori, vepra të caktuara për në dunja ose në ahiret. Do të thënë këtu besimi në i detajuar, besimi i detajuar në pejgamberët. Kurse për pejgamberin e fundit, të dërguarin e Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kemi detajet shumëta. Do të thënë është transmetuar çdo imësi prej jetës së tij, dhe gjithashtu ka detaje për në ahiret. Dhe një prej këtyre detajeve është se do të jetë ndërmjetësues në ahiret, në ditën e gjykimit dhe ose pas ringjalljes. Dhe kjo është shtyllë e rëndësishme, do të thënë shtylla besimi në pejgamberët është shtyllë e rëndësishme. Do thotë është një prej 6 shtyllave të madhështore të imanit. Edhe besimi në ditën e gjykimit, gjithashtu për ndodhitë që do të ndodhin në ditën e gjykimit. Për shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për shefatin përgjithësi. Do të thënë kemi pra pjesë e besimit në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në ditën e gjykimit është se pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të ndërmjetësojë. Aleikum selam. Dhe gjithashtu pjesë e besimit në ditën e gjykimit është se do të ketë shefat, do të ekzistojë shefati, do të ndërmjetësojnë pejgamberë të ndryshëm, do të ndërmjetësojnë melaiket, besimtarët, shahidat dhe besimtarët përgjithësi, do thotë shumë grupe dhe lloje të njerëzve janë ndërmjetësues. Mirë po ky ndërmjetësim ose ky shefat i kanë mbledhur dietarët në 7 lloje. Do të thënë 7 llojesh është shefati në ditën e gjykimit. Edhe këtë është mirë ta shënoni dhe ta keni parasysh. 3 lloje prej këtyre janë të veçanta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë 3 lloje të veçanta për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.
Lloji I parë I shefatit është ndërmjetësimi I përgjithshëm që të fillojë llogaritja. Do të thonë llogaritja e njerëzve. Dhe kjo është kur do të jenë njerëzit në sheshin e tubimit, sheshin e llogaritjes, do të thonë. Dhe atëherë dielli do të afrohet, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, dhe njerëzit do të jenë në vështirësi të madhe, edhe në kohë gjatë do të presin, edhe atëherë do të thonë, do të thonë t'i kërkojmë pra pejgamberëve që të ndërmjetësojnë, do të thonë që të fillojë llogaria dhe të dalim nga kjo gjendje. Edhe shkojnë, siç është përmendur në hadith, do t'i lexojmë pak më vonë hadithet, shkojnë te të gjithë pejgamberët që janë ulul azm. Njëherë duke filluar nga Ademi alayhis salam, pastaj pejgamberët ulul azm, dhe secili prej tyre refuzon dhe arsyetohet. Dhe këtë do të thonë veprim e bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot ana laha, do të thonë unë jam për këtë shefat. Edhe I lutet Allahut që të fillojë llogaridhënia. Ky është shefati për gjithë njerëzimin, do të thonë për gjitha krijesat, që të fillojë llogaritja për to. Dhe ky është shefati më I madh dhe quhet al-maqamul mahmud, do të thonë pozita e lavdishme, që Allahu ja ka premtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është veçoria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetër, do të thonë do ta shohim në hadith se nuk e bën askush tjetër prej pejgamberëve, por të gjithë kalojnë te tjetër kush derisa e merr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetër shefati veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është çka? A dini? Për? Po, këtë do ta përmendim më vonë. Edhe një tjetër që është për të gjithë. Që ju të thotë nëse dikush e ka pas një grinë cimani në zemrën e tij. Nuk është I veçantë, nuk është. Tjetër I veçantë është shefati për banorët e xhenetit që të hyjnë në xhenet. Domethënë, siç është në hadith, edhe këtë do ta lexojmë se kur të kalojnë banorët e xhenetit edhe vinë para derës së xhenetit, atëherë nuk hyjnë pa ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky është shefati I përgjithshëm, domethënë për të gjithë banorët e xhenetit. Dhe I thuhet atij se domethënë roja I xhenetit thotë jam I urdhëruar që mos ja hapi askujt para teje. Dhe shefat tjetër I veçantë është që do të ndërmjetësoj për xhaxhain e tij Ebu Talibin, I cili ka vdekur në kufër, edhe nuk I bën dobi asnjërit prej mosbesimtarëve shefati askujt, edhe nuk I pranohet askujt. Mirpo është një veçori që ja ka dhënë Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe do të thonë që është një lehtësim për Ebu Talibin, pasi ai ka luftuar për ta ndihmuar Islamin, por nuk ka hyrë në Islam. Dhe ati për ta ndërmjetëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'i lehtësohet dënimi. Do të thonë është në thellësinë e xhehenemit dhe me ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam del në bregun e xhehenemit. Do të thonë në fillim të xhehenemit, ku është I hyrë në xhehenem deri te nyja e këmbës, deri te zogu I këmbës. Edhe prej kësaj, do të thonë I vlon truri në kokë. Ky është dënimi më I lehtë, edhe është do të thonë në bregun e xhehenemit. Këto janë tri që I përmenden shumë dietar, do të thonë që janë të veçanta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka edhe një tjetër që përmendin disa dietar, që është I veçantë, shefati I veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A mund t'i kujtohet dikujt në një tjetër lloj? Dikush? Nuk është I veçantë. Thotë ka tjetër për 70.000 prej umetit të tij që do të hyjnë në xhenet pa llogari. Domethënë pa u marrë në llogari. Edhe ky është domethënë shefat që mos merren llogari as pak. Do thotë që janë ndryshe nga të tjerët. Mirë, këto atëherë bëhen 4, domethënë.
edhe pastaj ndërmjetësimet në lidhje që këto janë të veçanta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tjerat që do t'i përmendim, gjithashtu i bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por bëjnë edhe pejgamber tjerë, edhe melaiket, edhe shahidat, siddiqët, edhe besimtarët në përgjithësi bëjnë këto shefate. Një prej tyre është që ata që kanë hyrë në xhehenem të dalin prej xhehenemit. Do të thonë një shefat, ata të cilët prej njerëzve të tauhidit kanë hyrë në xhehenem për shkak të mëkateve, që të dalin prej xhehenemit. Tjetër është ata që janë në A'raf, dhe A'raf është vend ndërmjet xhenetit dhe xhehenemit. Ata kanë vepra të mira që i pengojnë të hyjnë në xhehenem, dhe kanë vepra të këqija që i pengojnë të hyjnë në xhennet. Edhe atëherë bën shefat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të tjerë prej shefatxhive që të hyjnë në, do të thonë që Allahu t'u falë ato veprat e këqija dhe të hyjnë në xhennet. Tjetër ka ata që kanë hyrë në xhennet, do të thonë edhe gjithashtu ka edhe për lehtësimin e dënimit. Dhe tjetër është ata që kanë hyrë në xhennet që të jenë në grad më të larta, do të thonë që të shtohen gradët. Dhe ka edhe një tjetër shefat që disa thonë se është i veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose është i përgjithshëm, Allahu a'lam. Është njerëz të cilët kanë vepra, do të thonë pas llogaritjes, janë për të hyrë në xhehenem. Mirë po, do të thonë me shefat pengohet hyrja e tyre në xhehenem. Sa u banën? Sipas këni shkruajt këtë njëse. Mirë, ka Mirë, këto do t'i tregojmë në detaj. Argumentet për shefatin janë të shumta. Janë prej librit të Allahut subhanahu wa ta'ala në shumë ajete, edhe prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta. Dhe këto hadithe janë mutawatira. Shumë prej tyre janë të transmetuar në dy sahihet. Dhe në veçanti edhe më shumë vetëm në Sahihun e Muslimit. Do të thënë ka një numër shumë të madh të haditheve dhe edhe në libra të tjerë të hadithit, do të thënë sunene dhe libra të tjerë të shumt, disa prej dietarëve kanë shkruar libra të veçantë ku i kanë të bu hadithet, edhe është i transmetuar në mënyrë të madhe. Është një prej shembujve për hadithin mutawatir. Dhe për këtë shkak ka ixhma të selefët, edhe do të thënë të pasuesit e hakut, për vërtetimin dhe pohimin e shefatit. Ka thënë dietari i madh Allama Safarini, fa shafa'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sam'iyat waradat biha al-akhbar. Do të thënë shefati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i vërtetuar me shpallje. Do të thënë sam'i pra me dëgjim, nuk është diçka që zbulohet me logjik ose me shikim, po në bazë të asaj që është përmendur në shpalljen që ka ardhur nga Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe është përmendur shefati në shumë transmetime, wasahhat biha al-athar hatta balagat mablagat tawatur. Edhe, do të thonë ka hadithe të shumta ose transmetime të shumta që e kanë gradën e hadithit mutawatir. وانعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح. Do të thonë edhe për këtë ka ixhma të pasuesit të vërtetës nga selefët e devotshëm, qabla dhuhuri al-mubtadi'a. Do të thonë para shfaqjes së bidatxhive. Dhe gjithë muslimanët kanë pas një besim, pasi argumentet janë shumta dhe besimi ka qenë një, ka pas ixhma, unanimitet, derisa janë shfaqur
njerëz të bidatit. Dhe kush janë këta? Janë ata që e mohojnë shefatin, janë Mu'tazilit dhe Khawarijt, edhe gjithashtu Rafidit, po nuk ka nevojë ata t'i përmendim, domethënë Mu'tazila dhe Khawarijt, të cilët thonë se vepruesi i mëkatit madh është i përhershëm domethënë përgjithmonë në xhehenem, edhe nuk del asnjëherë prej xhehenemit, prandaj mohojnë shefatin. Argumente prej librit Allahut është fjala Allahut men dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Domethënë kush ka mundësi të bëjë shefat te Allahu domethënë askush nuk ka mundësi të bëjë shefat tek Allahu përveç se me lejen e tij. Po ashtu ka thënë wala yashfa'una thot Allahu për melaiket wala yashfa'una illa liman irtada. Domethënë nuk ndërmjetësojnë melaiket për askënd përveç se për atë që Allahu është i kënaqur me ta. Dhe ka thënë wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lah. Edhe nuk bën dobi shefati tek Allahu përveç për atë për të cilin jep leje Allahu subhanahu wa ta'ala. Domethënë dhe ajetet tjera të shumta. Nga këto ajete kuptojmë se shefati është i realizueshëm ose do të realizohet me këto dy kushte. Një që Allahu t'i japë leje ndërmjetësuesit, që të ndërmjetësoj. Dhe Allahu jep leje nëse është i kënaqur me ta. Dhe me ka duhet të jetë i kënaqur? Domethënë të jetë i kënaqur me atë për të cilin duhet të bëhet shefat dhe të jetë i kënaqur me atë që bën shefat. Domethënë pra kushti i parë që shefati bëhet vetëm me lejen e Allahut. Përndryshe nuk është i pranuar. Edhe nuk ka mundësi askush që dalet ndërmjetësoj pa dhënë leje Allahu i lartësuar, Zoti i gjithfuqishëm. Domethënë edhe mund të themi se edhe çështja besimi i sakt i shefatit gjithashtu bën pjesë në besimin në shtyllën e parë të imanit, besimin Allahun, domethënë që vërtetohet gjithmonë rububia e plot e Allahut subhanahu wa ta'ala, domethënë veçimi i Allahut në zotrim dhe veçimi i Allahut në adhurim. Domethënë shefati nuk mund të bëjë askush pa lejen e Allahut. Dhe Allahu nuk jep leje përveç se nëse është i kënaqur me ndërmjetësuesin dhe me personin për të cilin ndërmjetësohet. Dhe këta janë vetëm njerëz të tauhidit. Pra Allahu nuk është i kënaqur me askënd, nuk është i kënaqur me ata që bëjnë shirk. Prandaj nuk lejon për ta të bëhet shefat. Kështu që këtu vërtetohet ose përforcohet gjithashtu edhe besimi në veçimin e Allahut me adhurim. Dhe për këtë shkak shefatin e ka në dorë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe vetëm prej tij kërkohet. Kur i kërkohet tjetër kujt, atëherë është shirk edhe është pengesë për ta fituar shefatin. Domethënë, mund të themi ka edhe një grup tjetër nga njëra anë, ata që kanë devijuar në lidhje me besimin në shefat, janë dy ekstreme. Njëri ekstrem që e kanë mohuar, që janë Khawarijt dhe Mu'tazilit, dhe njëri ekstrem që e kanë tepruar në pohim, saqë ja kanë dhënë në dorë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej tij e kërkojnë. Edhe këta janë domethënë sufit dhe adhuruesit e varreve që kanë rënë në shirk, domethënë për shkak të këtij besimi të gabuar. Kurse besimi i saktë është se ka ndërmjetësim, edhe ka ndërmjetësim të veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ndërmjetësime të tjera që janë të përgjithshme për të tjerë prej robërve të Allahut, por ato bëhen, domethënë, me këto dy kushte, me lejen dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, që janë përmbledhur këto argumente në një ajet ku thot Allahu i lartësuar për wa kam min malakin fis samawat, domethënë sa shumë melaike ka në qiell, domethënë ka shumë, la tughni shafa'atuhum shay'an, domethënë nuk bën asnjë dobi ndërmjetësimi i tyre, illa liman adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Duke të përziva dy ajete, domethënë përveç atij që i gjithëmëshirshmi i jep leje dhe që është i kënaqur me ta dhe që
illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Do të thonë përveç atij për cilin jep leje Allahu për atë që do ai dhe që është i kënaqur me ta. Edhe gjithashtu ka thënë Allahu wala yashfa'una illa liman irtada, do të thonë nuk mund të ndërmjetësojnë përveç se për atë që Allahu është i kënaqur. Do thotë këto janë argumente të qarta për ta kuptuar këtë besim. Prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hadith që është transmetuar nga Ebu Said al-Khudri në dy sahihet. Edhe është hadith i gjatë dhe në këtë hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala ahlul jannati al-janna wa ahlun nari an-nar yaqulu Allah, do të thonë kur të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e xhehenemit hyjnë në xhehenem, atëherë Allahu i lartësuar thot men kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin fa akhrijuh. Do të thonë kush ka në zemër iman sa kokra e hardallit, nxirreni, fa yakhrujuna qad imtuhisu wa adu humama. Edhe dalin prej xhehenemit të djegur dhe janë bërë thëngjill, do të thonë. Fa yulqawna fi nahri al-haya, edhe futen në lumin e jetës. Fa yanbutuna kama tanbutu al-hibbatu fi hamil as-sayl, edhe mbin, pastaj siç mbin fara, do të thonë fara e barit, siç mbin nga anët e vërsimit ose anët e përrojit, do të thonë hamilus sejl i thuhet, do të thonë kur vjen siç është në vende ku nuk ka prua të vazhdueshëm, do të thonë edhe bie shi, edhe mblidhet shiu edhe bëhet nëpër kanale, edhe ky pru zakonisht sjell baltë të shumt, edhe duke ra, do të thonë mbetet balta anëve. Edhe aty mbin këto barnishta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam alam taraw annaha tanbutu safra'a multawiya. A keni pasi mbin e verdh dhe e lakuar. Do të thonë sarit, jo jeshile. Pra e verdh dhe jo e drejtë. Do të thonë në këtë mënyrë fillojnë të mbinë njerëzit që kanë dalë nga xhehenemi. Pra, si të thamë, shefati më i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetësimi për që të fillojë llogaria dhe ndarja mes njerëzve. Edhe kjo është pozita e lavdishme që ja ka premtuar Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Do të thonë Allahu do të ngrejë në pozitë të lavdishme dhe për këtë transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se ka thënë inna an-nasa yasiruna yawm al-qiyamati juthan. Do të thonë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose Abdullah ibn Umar do thotë se njerëzit bëhen ditën e gjykimit thëngjill. Bëhen grupe kullu ummatin tatba'u nabiyaha. Secili grup ose secili popull e ndjek pejgamberin e vet, do të thonë shkon te pejgamberi vet, edhe i thot ja fulan ishfa, do të thonë o filan ndërmjetëso hatta tantahi ash-shafa'atu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë derisa të përfundoj ndërmjetësimi shefati te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë shkak, do të thonë në atë ditë Allahu e ngre pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në pozitën e lavdishme. Gjithashtu është ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jam i veçuar ose i dalluar nga të gjithë pejgamberët me 5 veçori dhe njëra prej tyre është ka thënë wa u'titu ash-shafa'a, do të thonë më zdon shefati. Dhe është për qëllim ky shefat. Ky është shefati i parë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
ka thënë dhe kjo është, do të thënë, pozita e lavdishme që ja ka premtuar Allahu dhe na ka bërë neve të ligjshme Allahu dhe na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të lutemi Allahut që t'ja jap këtë pozitë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thënë kush thot kur e dëgjon ezanin, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammeden al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Do të thënë, o Allah, Zoti i kësaj thirrjeje të përsosur dhe namazit dhe o Zoti i namazit që do të falet, jepja Muhamedit wasilen dhe vlerën dhe ngrije në pozitën e lavdishme, të cilën ja ke premtuar. Ka thënë kush e thot këtë dua, atëherë atij i takon shefati im në ditën e gjykimit. Gjithashtu një hadith i gjatë është që transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allahu an-nasa yawm al-qiyamah fa yaqulun, do thot Allahu i tubon njerëzit në ditën e gjykimit. Edhe njerëzit thonë, law istashfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina. Do të thënë, të kishim gjetë ndonjë ndërmjetësues që t'i lutet Zotit ton, të na lehtësojnë këtë gjendje që jemi. Fa ya'tuna Adama fa yaqulun. Do të thënë, shkojnë te Ademi alayhis salam dhe i thonë, anta alladhi khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al-malaikata fasajadu lak. Do të thënë, tije që Allahu të ka krijuar me dorën e tij dhe ta ka fryrë shpirtin prej tij dhe i ka urdhëruar me laiket të bëjnë sejdë ty. Fashfa' lana 'inda rabbik, do të thënë fashfa' lana 'inda rabbina. Do të thënë, ndërmjetëso për ne, pra lut ju Zotit ton për ne. Dhe ai thot lestu hunakum, do të thënë nuk jam në këtë pozitë. Edhe përmend gabimin e tij. Pastaj thot shkoni te Nuhu. Ai është i dërguari i parë të cilin e ka dërguar Allahu. Atëherë njerëzit shkojnë te Nuhu, edhe ai thot unë nuk jam për këtë pozitë dhe përmend gabimin e tij. I thot shkoni te Ibrahimi, të cilin Allahu e ka bërë mikun e tij të afërt. Shkojnë te Ibrahimi dhe au ju thot unë nuk jam për këtë pozitë dhe e përmend gabimin e tij. Thot shkoni te Musaj, të cilit i ka folur Allahu drejt për drejt. Shkojnë te Musaj edhe ai thot unë nuk jam për këtë pozitë dhe përmend gabimin e tij. I thot shkoni te Isai dhe shkojnë te Isai, i thon dhe ai gjithashtu thot nuk jam për këtë, shkoni te Muhamedi, sepse atij janë falur të gjitha gabimet që i ka bërë më herët ose që nuk i ka bërë sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vin tek unë dhe atëherë unë kërkoj leje që t'i afrohem Zotit tim dhe kur ta shoh bien sejdë dhe atëherë Allahu më lën sejdë sado ai. Pastaj më thuhet irfa ra'sak sal tu'ta, do të thënë ngrije kokën edhe kërko se çka të kërkosh do të jepet, wa qul yusma, dhe thuaj fol, do të thënë se do të dëgjohesh, washfa' tushaffa, edhe ndërmjetëso se do të pranohet ndërmjetësimi. Thot fa arfa'u ra'si, atëherë e ngrej kokën edhe i shpreh lavdi Allahut, do të thënë bi tahmidin yu'allimuni, do të thënë me lavdi të shumta të cilat mi mëson Allahu, do të thënë që nuk i ka ditur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dunja. Thumma ashfa'u fa yuhaddu li. Pastaj ndërmjetësoj. Do të thënë pastaj vazhdon në një pjesë tjetër, do thotë është sqaruar në transmetime të shumta, si tham, do të thënë ka shumë, është sqaruar se ky është ndërmjetësimi që të fillojë llogaritja. Por pastaj vazhdon, unë do të ndërmjetësoj për umetin tim, gjithashtu. Edhe më bëhet një kufi, do të thënë një që deri këtu që ti marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma ukhrijuhum, po ka një tjetër transmetim më vonë, do të thotë që i çoj në xhennet. Do të thënë i udhëheq
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një grup të madh të umetit që i çon në xhennet. Gjithashtu ka edhe prej atyre që kanë hyrë në xhehenem, do të thonë bëhet një kufi ose një vi, edhe ato i nxjerr prej xhehenemit dhe i fus në xhennet. Pastaj kthehem, bëj sejdë si herën e parë, edhe do të thonë lavdi e kështu me radhë. Pastaj herën e tretë, herën e katërt, derisa në xhehenem të mbetet vetëm ai që e ka mbyllur Kurani. Edhe ka thënë Qatada, është transmetuesi i hadithit, edhe është komentuesi i Kuranit, ka thënë, do të thonë wajaba alayhi al-khulud. Do të thonë ai që e ka që të mbetet në xhehenem përgjithmonë, dhe që janë vetëm njerëz e shirkut, do të thonë që nuk kanë vdekur me tauhid. Gjithashtu tham tjetër ndërmjetësim është ndërmjetësimi për të hapur dera e xhenetit, për të hyrë banorët e xhenetit në xhennet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu an-nasi yashfa'u fil janna. Do të thonë unë jam njeriu i parë që do të bëj shefat në xhennet. Wa ana aktharu al-anbiya'i tab'a. Edhe jam pejgamberi që do të kem më së shumti ndjekës. Edhe këtë hadith e transmeton Imam Muslimi. Gjithashtu transmetohet në Sahihun e Muslimit që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, transmetohet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana aktharu al-anbiya'i tab'an yawm al-qiyamah. Do të thonë un jam që kam më së shumti ndjekës prej gjithë pejgamberëve në ditën e gjykimit. Wa ana awwalu man yaqra'u bab al-janna. Edhe unë jam i pari që do të trokas në derën e xhennetit. Gjithashtu është transmetuar në Sahihun e Muslimit se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ati bab al-jannati yawm al-qiyamah fa astaftih. Do të thonë do të vi te dera e xhennetit në ditën e gjykimit dhe do të kërkoj të hapet. Fa yaqulu al-khazin, dhe atëherë roja do të thotë man anta, fa aqulu Muhammad, do të thotë kush je ti, do të them Muhamedi. Fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Do të thonë jam i urdhëruar që të ta hap vetëm ty, dhe nuk ja kam hapur, do të thonë, ose nuk ja hap askujt para teje. Gjithashtu është nga, do të thonë, tham prej shefatit që është i veçantë, është ndërmjetësimi për xhaxhain e tij Abu Talibin. Është transmetuar nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke përmendur xhaxhain e tij, edhe ka thënë la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah. Ndoshta ati ose shpresoj që ati do t'i bëj dobi shefati im ditën e gjykimit. Fa yuj'alu fi dahdahin min an-nar yablughu ka'bayhi. Edhe do të lihet në breg të xhehenemit, do të thënë në xhehenemin më të cekët, ku që do të arrijë deri te zogjt e këmbëve, deri te nyjet e këmbëve, yaghli minhu dimaghuhu, dhe prej atij xhehenemit, do të thonë do t'i vlojnë trut. Po ashtu është i njëjti hadith ose me të njëjtin kuptim është transmetuar nga Abbas, xhaxhai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abbas ibn Abdul Muttalib, i ka thënë Ebu Talibi, do të thonë të ka mbrojtur, të ka përkrahur, të ka pranuar, do të thonë si më thon në xhirin e tij. A i bën kjo ndonjë dobi atij? A ka ndonjë dobi? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, se do thotë unë do të ndërmjetësoj për ta dhe do të jetë në breg të xhehenemit. Dhe po mos isha unë, do të ishte në mes të xhehenemit ose në thellësinë e xhehenemit. Pasi ka vdekur në shirk. Dhe hadithet tjera, do të thonë po ashtu nga si tham nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min an-nar man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu sha'ira. Do të thonë
do të dalin prej xhehenemit të gjithë ata që kanë thënë la ilaha illallah dhe që kanë mirësi në zemër, do të thonë iman dhe vepra të mira në zemër, që peshon sa një kokër e elbit. Thumma yakhruju min an-nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al-khairi ma yazinu burra. Pastaj do të dalin prej xhehenemit ata që kanë thënë la ilaha illallah dhe që kanë në zemër mirësi sa një kokër e grurit. Thumma yakhruju min an-nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al-khairi ma yazinu dharra. Pastaj do të dalin prej xhehenemit ata që kanë thënë la ilaha illallah dhe që kanë në zemër mirësi sa një grimc. Do të thënë këto të gjithë dalin me shefate siç sqarohet në hadithe të tjera. Pra me shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shefatin e melaikeve, edhe shahidave, siddiqëve, njerëzve të mirë, edhe besimtarve në përgjithësi. Ka thënë gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot hatta idha, do të thënë po ashtu hadithi gjatë, dhe ky hadith është në dy sahih, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hatta idha faragha Allahu min al-qada'i bayna al-ibad. Do të thënë pasi ta përfundoi Allahu gjykimin mes njerëzve, wa arada an yukhrij bi rahmatihi man arada min ahli an-nar, dhe kur të doj me mëshirën e tij të nxjerr kënd do ai prej xhehenemit, amara al-malaikata an yukhriju min an-nar man kana la yushriku billahi shay'an mimman arada Allahu ta'ala an yarhamahu mimman yaqulu la ilaha illa Allah. Do thot atëherë i urdhron melaiket që të nxjerrin prej xhehenemit ata të cilët nuk i kanë bërë shirk Allahut asgjë, për atyre që ka dashur Allahu t'i fal, dhe për atyre që kanë thënë la ilaha illa Allah. Fa ya'rifunahum fi an-nar, edhe i njohin, pra melaiket i njohin këta njerëz në xhehenem. Ya'rifunahum bi athari as-sujud, do të thonë i njohin me shenjat e sejdës. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta'kulu an-naru min ibn Adam illa athar as-sujud. Do të thonë zjarri djeg çdo gjë prej birit të Ademit përveç shenjave të sejdës. Harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula athar as-sujud, pra Allahu ja ka ndaluar zjarrit të xhehenemit që t'i djeg ato gjurmët e sejdës. Dhe ata dalin prej xhehenemit të djegur, do të thonë. Atëherë u hidhet atyre uji i jetës dhe mbin siç mbin fara e barit në anët e projit. Thot thumma yafrughu Allahu ta'ala min al-qada'i bayna al-ibad. Pastaj Allahu përfundon gjykimin, do të thonë me robërit e tjerë. Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'ala an-nari wa huwa akhiru ahli al-janna dukhulan al-janna. Pastaj mbetet një njeri, do të thonë nxirret edhe është me fytyrë nga xhehenemi, dhe ky është i fundit prej banorëve të xhenetit që do të hyjnë në xhenet. Dhe në tjetër hadith për kalimin e siratit, që është ura mbi xhehenem, të cilin e kalojnë besimtarët, ka thënë hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban. I fundit që e kalon këtë urë, do të thonë tërhiqet zvarr. Fama antum bi ashadda li munashadatan fil haqqi, do të thonë dhe nuk do të jeni, pra nuk jeni ju më këmbgulës kur kërkoni diçka, do një hak, sesa që do të jenë, do të thonë banorët e xhenetit këmbgulës në kërkesë Allahut subhanahu wa taala, do të thonë i kërkojnë Allahut që t'i nxjerr prej xhehenemit besimtar tjerë. Thot se përsërit disa hadithe përsëritën dhe dua t'i lexoj ato që janë më të plota. Po thonë qad tabayyana lakum min al-mu'minina yawma idhin lil-jabbar, do të thonë pra besimtarët do të
shfaqen qartas atë ditë para të gjithfuqishmit subhanahu wa ta'ala. Wa idha ra'u annahum qad najaw. Do të thonë kur ta kuptojnë se kanë shpëtuar. Do të thonë këta banorët e xhenetit kur ta shohin se kanë hyrë në xhenet dhe kanë shpëtuar, atëherë bëhen këmbgulës. Thotë si më shumë se sa janë këmbgulës njerëzit në dunja kur kërkojnë ndonjë hak të vetin. Dhe thonë Rabbana ikhwanuna, o Zoti ynë, vëllezërit tanë, do të thonë që janë kanë mbetur në xhehenem. Kanu yusalluna ma'ana. Do thot ata faleshin me ne, wa yasumuna ma'ana, edhe agjironin me ne, wa ya'maluna ma'ana, edhe banin kështu, banin ashtu, do të thënë vepronin me ne. Atëherë thot Allahu, idhhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuh. Do të thënë shkoni dhe kënd ta gjeni që ka në zemër iman sa një dinar, nxirreni. Edhe atëherë thot wa yuharrimu Allahu suwarahum 'ala an-nar. Edhe pamjen e tyre ose fytyrën e tyre ose do të thënë është për qëllim vendet e sejdës ose vendet e avdesit gjithashtu, Allahu ja ndalon xhehenemit. Dhe thot shkojnë edhe disa prej këtyre besimtarve janë në xhehenem deri te zogu i këmbës, disa deri në gjysmë të kërcirit, disa kanë tjetrin transmetim, disa deri në gjunjë, edhe thot i nxjerrin këta besimtarët, i nxjerrin ata që i njohin. Do të thënë i njohin se këta janë falur bashkë me ne, këta kanë agjëruar bashkë me ne, këta kanë bërë haxh bashkë me ne, për shembull, e kështu me radhë. Dhe pastaj ata, do të thënë i marrin këta që i njohin dhe dalin. Atëherë thot Allahu, shkoni dhe nxirrini ata të cilët kanë në zemër iman sa gjysmë dinari dhe nxirrini. Shkojnë ata, i nxjerrin ata që i njohin, pastaj kthehen dhe thot Allahu, shkoni dhe kënd ta gjeni që kanë zemër iman sa një grimc, nxirreni prej xhehenemit dhe i nxjerrin ata që i njohin. Dhe ka thënë Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu kur e ka transmetuar këtë hadith, ka thënë fa in lam tusaddiquni faqra'u, do të thënë nëse nuk më besoni për këtë që e them, pra për ta shtuar vërtetimin edhe bindjen, lexoni fjalën e Allahut, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra. Do të thënë Allahu nuk i bën padrejtësi askujt as sa një grimc. Do të thënë edhe nëse ka një grimc iman, nuk e le Allahu, do të thënë nuk ja humb, nuk ja shkel këtë grimc të imanit, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Edhe nëse është, do të thënë nëse është ndonjë e mirë, Allahu e shumëfishon. Pastaj gjithashtu në tjetrin transmetim në Sahihun e Muslimit, thot hatta idha khalasa al-mu'minuna min an-nar fa walladhi nafsi bi yadihi. Dhe kur të shpëtojnë besimtarët prej xhehenemit, dhe thot pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, askush prej jush nuk është më këmbgulës, më insistues për kërkimin e hakut të tij, sesa besimtarët që do të jenë insistues para Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit për vëllezërit e tyre që janë në xhehenem. Edhe thonë, o Zoti ynë, këta agjironin me ne, faleshin me ne, bënin haxh me ne, dhe i thot Allahu, nxirrini ata që i njihni. Edhe Allahu ja ndalon, do të thënë, zjarrit që t'i djeg fytyrat e tyre, dhe nxjerrin një numër shumë të madh të njerëzve, që zjarri, do të thënë, ka arritur deri në mes të kërcirit ose deri te gjunjt, pastaj thonë, o Zoti ynë, kanë mbetur nuk mbeti, thonë Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Do të thënë nuk mbeti asnjë prej atyre që na urdhrove. Thot Allahu, kthehuni dhe ka e gjeni që ka iman sa një dinar, nxirreni, pastaj thot kthehuni, ata thonë i nxorëm ata që na urdhrove, nuk mbeti asnjë, pastaj thot kthehuni dhe kanë e gjeni që
ka iman sa gjysmë dinari, ose mirësi sa gjysmë dinari nxirreni dhe nxjerrin një numër të madh njerëzve. Pastaj edhe një herë i thot Allahu, kthehuni dhe kanë ta gjeni që ka iman sa një grimc, ose që ka mirësi sa një grimc në zemrën e tij, nxirreni dhe nxjerrin nxjerrin një numër shumë të madh të njerëzve, edhe thon Rabbana lam nadhar fiha khairan. Pra nuk kemi lanë ndonjë të mirë në xhehenem. Nuk ka mirësi më në xhehenem. Edhe ka thënë pra Abu Said al-Khudri, nëse doni ta kuptoni këtë, lexoni ajetin Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, Allahu nuk bën padrejtësi asnjë grimc, dhe nëse është çdo e mirë që është, Allahu e shumëfishon dhe Allahu dhuron prej tij shpërblime të shumta, madhështore. Atëherë, thot vazhdon hadithi, thot Allahu i lartësuar, shafa'atil malaikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minun. Ndërmjetësuan melaiket, ndërmjetësuan pejgamberët dhe ndërmjetësuan besimtarët. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Dhe mbeti vetëm më i mëshirshmi të gjithë mëshirshmëve. Fayaqbidu qabdatan min an-nari fayukhriju minha qauman lam ya'malu khayran qat. Edhe atëherë Allahu merr një grusht nga banorët e xhehenemit, nxjerr njerëz të cilët nuk kanë bërë asnjëherë asnjë vepër të mirë. Qad aadu humaman, edhe janë bërë thëngjil. Fayulqihim fi nahrin fi afwahil janna. Edhe Allahu i hedh ata në një lum në hyrjen e xhennetit. Ati i thuhet, e ka emrin Nahrul Haya, do thot lumi i jetës. Fayakhrujuna kama takhruju al-hibbatu fi hamil as-sayl. Edhe dalin si del fara në atë bartjen e projit. Ela tarawnaha takunu ila al-hajari aw ila ash-shajar. A keni pa kur është afër ndonjë guri ose afër ndonjë druri, ma yakunu ila ash-shamsi usayfir wa ukhaydir. Kur është në diell, del pak si i verdh dhe si jeshil, si i gjelbër. Wama yakunu minha ila adh-dhilli yakunu abyad. Kurse ajo që është në hije, të këtij gurit ose të këtij drurit, është del e bardh. Kan thënë sahabët i kanë thënë o i dërguari i Allahut, ka annaka kunta tar'a bil badia. Pra si di këto sikur të kishe jetuar në shkretir, në për fusha i ke ruajt dhënd. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fayakhrujuna kal-lu'lu'i fi riqabihim al-khawatim. Dalin si margaritar, si perla, të pastër, edhe në qaf kanë vula. Ya'rifuhum ahlul janna. Edhe ata i njohin banorët e xhennetit. Dhe thon haula'i utaqa'ullah. Këta janë të çliruarit e Allahut. Që Allahu i ka çliru, alladhina adkhalahumullahu al-jannata bighayri 'amalin 'amaluhu. Që Allahu i ka futur në xhennet edhe pse nuk kanë bërë asnjë vepër. Wala khairin qaddamuhu. Dhe asnjë të mirë nuk e kanë ofruar, nuk e kanë sjell para. Pastaj u thot Allahu udkhulul janna, hyni në xhennet, fama ra'aytumuhu fa huwa lakum. Dhe çka t'ju shohin syt është e juaja. Edhe ka një tjetër transmetim që i thot atij personi që hyn, gjithë këto që të shohin syt është e gjitha kjo është e jotja dhe edhe dy fishi i saj gjithashtu. Pastaj thot sa ta thon Rabbana a'taytana ma lam tu'ti ahadan min al-alamin. Ata thon o Zoti ynë na ke dhënë ne çka nuk i ke dhënë askujt prej krijesave. Atëherë Allahu thot lakum indi afdalu min hadha. Ju keni tekun diçka edhe më të vlefshme se kjo. Ata thon ja Rabbana ayu shay'in afdalu min hadha. O Zoti ynë, çka është më e vlefshme se kjo? Thot ridai fala askhatu alaykum ba'dahu abada. Ka thot Allahu, pra ja u jap kënaqësinë time, që do të jemi kënaqur me ju dhe nuk do të zemrohem asnjëherë ndaj jush.
Gjithashtu harrova ta përmendi prej shefatit veçant, kanë thënë disa dietar, i veçant për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është shefati për ata që jetojnë në Medinë dhe vdesin në Medinë. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra unë e caktoj kufit e haremit në Medinë, mes dy llavave të Medinës, dhe tregon disa rregulla, do të thonë që ndalohet gjuetia në brenda këtij haremi dhe ndalohet shkulja e bimëve. Dhe thot al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Do të thonë Medina është më mirë për ata që janë në Medinë, do të thonë sikur ta kishin ditur. La yad'uha ahadun raghbatan anha illa abdala Allahu fiha man huwa khairun minhu. Do të thonë nëse dikush e braktis Medinën se nuk i pëlqen, do të thonë, nuk e do, atëherë Allahu e kompenzon në Medinë, do të thonë, dikon që është më i mirë se ai. Dhe ka thënë secili që e duron vështirësinë e Medinës, unë për ta do të bëj shefat në ditën e gjykimit, ose do të dëshmoj për ta në ditën e gjykimit. Pra edhe për këtë ka edhe hadithet tjera, do të thonë, secili që jeton Medinë dhe vdes Medinë dhe i duron vështirësitë e Medinës, do të bëj shefat për të, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ka thënë qad waradat ahadithu ash-shafa'ati 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë janë transmetuar hadithe për shefatin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn Abdullah, Abu Huraira, Auf ibn Malik, al-Ashja'i, Abu Dharr, ibn al-Jad'a, ose quhet ibn Abi al-Jad'a, Utba ibn Abd as-Sulami, Imran ibn Husayn, Hudhayfa ibn al-Yaman, dhe sahabët të tjerë, do të thonë të gjithë këta, do të thonë në dy sahihet. Pastaj ka përmendur Imam Ibn al-Qayyim, do të thonë disa hadithe që janë në dy sahihet, edhe i ka përmendur këto llojet e shefatit. Thot, ka thonë të veçanta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra shefati i përgjithshëm, që ndërmjetëson për gjithë njerëzimin, që është i veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shefati për hapjen e derës së xhenetit, për banorët e xhenetit, shefati për të hyrë një grup i umetit të tij pa llogari. Do të thonë, ky është një tjetër shefat i veçantë. Pastaj shefati për të nxjerr njerëz nga xhehenemi, do të thonë për atyre që kanë vdekur me tauhid, edhe për lehtësimin, do të thonë gjithashtu shefat për lehtësimin e dënimit të disave prej banorëve të xhehenemit. Edhe do thotë gjithashtu kanë përmendur disa dietarë si tham shefat për ata që e kanë merituar xhehenemin, që të hyjnë në xhehenem, dhe ndërmjetëson për ta që mos hyjnë. Dhe gjithashtu shefati për besimtar që të ngrihen gradet edhe më lartë. Do të thonë që të arrijnë në grada më të larta se sa kanë merituar, do të thonë që kanë hyrë në xhennet. Tham edhe një herë të kthemi atyre që kanë mohuar shefatin, ose ata që kanë devijuar në lidhje me shefatin. Ka dy anë të devijimit, do të thonë dy ekstreme, ata që e kanë mohu dhe ata të cilët e kanë tepruar në lidhje me shefatin. Ata që e kanë mohuar kanë marrë disa argumente që flasin, sepse shefati ndahet në dy lloje. Do të thonë shefati i pohuar dhe shefat i mohuar. Shefati i mohuar është për mushrikët, ata të cilët vdesin shirk, do të thonë për ata nuk ka asnjëherë shefat. Kurse shefati që vërtetohet është për njerëzit e tauhidit, të cilët do Allahu që t'i mëshiroj dhe që t'u afal, domethënë, dhe do ta nderoj dikën prej robërve të tij, duke ia dhënë mundësinë që të ndërmjetësoj
për këtë besimtar. Edhe kjo, si tham, duhet të thot ti plotësoj ato dy kushte, që t'japë leja Allahu dhe po ashtu, më thënë që t'jetë Allahu i kënaqur me të dy. Por këta që e kanë mohu, çka kanë marrë? Kanë marrë argumente që flasin për mosbesimtarët. Për shembull, siç është ajeti وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Do të thonë atyre nuk i bën dobi ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve. Nuk i bën dobi. Edhe gjithashtu, do të thonë argumente të tjera që flasin për banorët e xhehenemit që do të jenë përgjithmonë, do të thonë për mosbesimtarët. Dhe argumente të tjera. Këto i kanë marrë edhe në bazë të këtyre i kanë mohu të gjitha ajetet tjera dhe hadithet mutawatira. Mirë po, kanë edhe disa argumente, kjo është shumë më rëndësi për pasuesit e besimit të sakt. Disa argumente ku mohohet shefati dhe që mund të duket sikur mohohet nga të gjithë, edhe nga besimtarët. Edhe për këtë shkak duhet t'i kuptojmë si ka dhënë përgjigje Sheikhul Islam Ibn Taymija, rahimahullah. Do të thonë, të vjen një prej xhavarixhëve ose prej mu'tazilive, edhe thot, ti thu që ajetet që mohojnë shefatin vlen vetëm për mosbesimtarët. Po si thu për këtë ajet, ku thot Allahu wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim. Do të thonë, përkujtoi ose qërtoi ata të cilët friksohen, do të thonë prej qëndrimit para Zotit të tyre, që do të ringjallen. Edhe kjo nënkupton se janë besimtar. Laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'. Do të thonë për ta nuk ka as mbrojtës, as ndërmjetës. La'allahum yattaqun, do të thonë përkujtoi pra që ata të friksohen edhe të ruhen. Pashtu ka thënë Allahu Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wama baynahuma fi 6 ayyam. Do të thonë Allahu i ka krijuar qiellin dhe tokën dhe çka ka mes tyre brenda 6 ditëve. Thumma stawa 'ala al-'arsh, pastaj u ngrit ose qëndroi mbi arsh. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'. Nuk keni përveç Allahut as mbrojtës as ndërmjetës. Afala tatadhakkarun. Do të thonë pra përkujtoni. Këto ajete tregojnë, thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, që është mohim për atë që mund të mendojnë mushrikët. Do të thonë është përkujtim për gjithë njerëzit që ta adhuroni vetëm Allahun, edhe vetëm atij t'i nënshtroheni, besoni në Allahun dhe ta adhuroni vetëm atë. Sepse nëse nuk e bëni këtë, nuk ka ndonjë ndërmjetës që mund t'ju shpëtojë, edhe nuk ka as mbrojtës, do të thonë as ndërmjetës para Allahut subhanahu wa taala. Prandaj adhuroni Allahun, pra përmenden argumentet rububijes së tij, që të jetë urdhër për uluhije. Edhe gjithashtu për kujtim për besimtarët që nuk ka ndërmjetës tjetër. Pra përveç siç është në ajetet tjera, përveç atij që jep leja Allahu. Prandaj mos kërkoni shefat dikun tjetër. Edhe kjo është njëkohësisht argument kundër atyre adhuruesve të varreve ose adhuruesve të tjerëve përveç Allahut subhanahu wa taala, edhe i lutën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të ndërmjetësoj për ta. Për ata vlen ky ajet se nuk ka tek Allahu. Do të thonë, prandaj lutjuni vetëm Allahut edhe kërkoni shefatin vetëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse hadithet, po edhe ajetet që pohojnë shefatin, për ta shtuar këtë kuptim, e kemi gjithashtu ajetin ku ka thënë Allahu Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah. Pra thuaj, lutini ata që ju pretendoni përveç Allahut. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Do të thonë ata nuk kanë në dorë, nuk posedojnë asnjë grimc në qiell dhe as në tokë. Nuk posedojnë asgjë. Do të thonë si u luteni kur ata nuk posedojnë. Do të thotë këtu është mohimi i shkakut të parë të shirkut.
Më thotë, kujt ka mundësi dikush t'i lutet, i lutet atij që posedon. Por këta nuk posedojnë, do të thënë, përveç Allahut, askush nuk posedon asgjë, në qiell edhe as në tokë, as një grimc. Pastaj shkaku tjetër ose dyshimi tjetër mund të jetë që nuk e posedojnë, por janë ortak me Allahun. Dhe në vazhdim ajeti thotë: "Wa ma lahum fihima min shirk." Do të thënë, dhe ata nuk kanë asnjë lloj ortakrie në qiell ose në tokë. Atëherë tjetra, nëse nuk janë posedues dhe nuk janë ortak, atëherë mund të jenë ndihmës të Zotit, siç thonë, do të thënë, pra fejt e shirkut. Dhe Allahu ka thonë: "Wa ma lahu minhum min dhahir." Dhe Allahu nuk ka asnjë ndihmës, do të thënë për sundimin dhe kështu me radhë në zotrim. Atëherë mbetet shkaku i fundit që do të thënë nuk posedojnë dhe nuk janë ortak dhe nuk janë ndihmës, mirë po këta kanë të drejtë të ndërmjetësojnë tek Allahu. Edhe është e vërtetë se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka këtë dhurat nga Allahu që të ndërmjetësoj. Mirë po, Allahu, do të thënë, prandaj e kanë këtë dyshim që i luten pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, por Allahu thotë: "Wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina Allah, illa liman adhina lahu." Do thotë, nuk ka dobi asnjë ndërmjetësim tek Allahu përveç atij të cilit i jep leje ai. Atëherë duhet, do të thënë, njeriu të lutet atij që e jep lejen, që është Rabbul Alamin, Zoti të gjitha krijesave subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak, do të thënë, kuptojmë se shefati i takon vetëm njerëzve të tauhidit. Vetëm ata, do të thënë, vetëm për ata do të bëj dobi. Do të thënë, bën dobi nëse kanë qenë mëkatar që t'u lehtësohet dënimi në xhehenem, ose të nxiren nga xhehenemi, ose janë që i kanë të barabarta veprat e mira dhe të këqija, edhe mbeten në A'raf, atëherë që të hynë në xhennet, por gjithashtu edhe shefat që të lartësohen gradët e tyre në xhennet. Edhe për këtë shkak, do të thënë, kjo u takon vetëm njerëzve të tauhidit. Për këtë shkak ka thënë, pra siç është në hadith që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Men as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah?" Do të thënë, kush do të jenë njerëzit më të lumtur ose që do të kenë më shumë hise ose të drejtë për ndërmjetësimin tënd në ditën e gjykimit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi." Do të thënë, ai që thot la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Dhe këtë e thot khalisan min qalbi, do të thënë me pastërti nga zemra e tij. E thot me besim të plot, bindje të plot dhe kuptim të saktë, dhe e thot vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Vetëm ai, do të thënë, do të ketë hiset e shefati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusim Allahun që të na dhurojë ata. Ka thënë Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, në lidhje me këtë hadith, pra njeriu më i lumtur ose më shumë hise që kanë shefatin tim është ai që thot la ilaha illallah me sinqeritet dhe përkushtim të pastër nga zemra. Ka thënë ky hadith është një, do të thënë, sirrun min asrarit tauhid. Do të thënë është një sekret, do të thotë një punë shumë e thellë për ta kuptuar. Do të thënë është me rëndësi kuptimi i thellë i tauhidit. Dhe çka është? Do të thënë ky hadith tregon se shefati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fitohet me pastrimin e tauhidit. Dhe ai që e ka tauhidin më të plot ka më shumë të drejtë dhe më shumë hise në shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse gjithashtu ky hadith kupton se nuk ka mundësi të fitohet shefati duke ja bashkangjitur Allahut tjetër kënd lutje. Pra duke ju lutur atij që bën shefat, duke ju lutur për shembull shahidave, ose duke ju lutur pejgamberëve të tjerë, ose duke ju lutur dikujt që mendojnë ata se janë njerëz të mirë dhe mund të bëjnë shefat. Do të thënë, ky hadith është argument që impoz të gjitha ato kuptime të shtrembruara. Do thotë, kjo ishte në lidhje me shefatin, edhe çështja tjetër që ka thënë, që është si pasojë e shefatit,
ka thënë Imam Ahmedi, do thotë se gjithashtu prej bazave të sunetit është që besojmë se ka njerëz të cilët do dalin prej xhehenemit pasi janë djegur dhe janë bërë thinxhill. Që do të thonë se njerëz të tauhidit ose besimtarët, të cilët kanë mëkate dhe për shkak të tyre hyjnë në xhehenem, do të thonë do të vdesin në xhehenem, edhe do të digjen, do të thonë do të shkrumohen. Pastaj merren edhe hidhen në lumin e jetës, siç është përmendur në hadithet që i dëgjuam, edhe thot kejfe sha Allahu wa kema sha. Do të thonë ashtu vetëm si do Allahu subhanahu wa taala. Mos vjen dikush thot me po si ka mundësi, si ndodh ashtu, si bëhet prap një herë. Më thonë ato janë si kanë thonë disa prej dietarëve, hadlaqa, i thuhet arabisht hadlaqa, do të thonë mu bë i meçëm. Do të thonë shkurtimisht si thonë ne, mos u bën shumë i meçëm. Do të thonë ka njerëz që duhen tregohen se kanë logjike, e dinë edhe analizojnë, dhe kjo është mendeletësi, do të thonë edhe pikrisht mos kuptim i tyre, sepse e dim që për Allahun është çdo gjë e lehtë. Atëherë nuk ka nevojë mu bë shumë i mençur edhe me thonë po si ka mundësia, si bëhet ashtu, pasi digjet e kështu me radhë. Edhe ata që e mohojnë shefatin, e mohojnë si kanë thonë, do të thonë me arabisht i thuhet sefseta, kurse shqip i thuhet sofizëm. A dini, do të thonë, e kemi përmendur edhe tjetër herë këtë fjalë, mos ta ngatroni me fjalën sufizëm, sufi, do të thonë që është arabisht, kjo është nga greqishtja, do të thonë edhe i thonë si degë e filozofisë. Edhe sofizmi, do të thonë pretendimi mençurisë, sepse sofia greqisht do të thotë mençuri ose urtësi. Filo do thotë dashamir ose i dashuruar në mençuri, filozof do thotë i dashuruar në mençurinë, ai që do shumë mençurinë. Mirpo edhe filozofët grek do thotë i kanë luftuar në kohën e tyre disa që i kanë quajtur sofist, do të thonë pretendues të të urtësisë. Edhe kjo është një dobi jashtë temës konkrete, mirëpo është të librat e Ibn Tejmijës, rahimahullah, që shpjegon greqisht, sakt, do të thonë si thuhet greqisht, sofos ose sofoskia, kështu ka thonë Sheikhul Islam Ibn Tejmija. Do thotë është pretendim ose veshës i urtësisë. Këta njerëz, do të thonë, kanë bërë debate me argumente të rrënjshme. Edhe kjo është sidomos në kohën tonë, këto debatet për tema shoqërore, edhe veçanërisht kur flasin për fenë islame, do thotë janë vetëm debat sofist. Nuk është, do të thonë, debat real. Kanë thonë, përmendo, do të thonë edhe ata filozofët grek, ka harrova, do të thonë prej ku përmendet Sokrati edhe të tjerë, që i kanë kundërshtuar këta, kanë thonë, demek ata qëllimi i sofizmit është për ta fituar debatin, jo për ta arritur tek e vërteta. Do të thonë, ai që ka logjik do ta kuptojë të vërtetën, nuk debaton me metodat sofiste. Kurse ata që duan vetëm të fitojnë debat, do të thonë i përdorin këto. Ka shumë metoda, ka disa prej tyre që ndërlidhin shkaqe dhe pasoja që nuk ekzistojnë. Sikur thonë, nëse ja lejojmë vajzave të reja me shami, me hinë shkolla, do të ndodhe kjo, atëherë do të mbulohen të gjitha, edhe do të më thonë, vetëm i trejnë njerëzit sikur ku me ditë çka do të ndodhe. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Do thotë vetëm në aspektin e debatit po flasim,
nuk është e vërtetë, sepse ka shumë vende që me vite në për shkolla ka vajza me shamia dhe vazhdojnë të ketë pa shamia, me keqardhje, mirë po nuk është ajo patjetër. Sikur duan t'i friksojnë ata që nuk e dojnë shamin, se po ja u lejum këtyre tjerëve, atëherë edhe vajza jote do të mbulohet edhe ti, do të ndodhe kjo ose ajo, ose do të vinë kështu, ose do ta sjellin shariatin. Kjo është argument i rrënjshëm. Përmendja e pasojave që nuk ekzistojnë. Tjetër është edhe pretendim i mosdijes. Thënë nuk e diun këta. Nuk kam dëgjuar që është kështu. Do thotë kur e sjell ti argumentin, përgjigja e tij çka është? Nuk e diun. Kjo është në poshtë i argumentit me argumentin e mosdijes. Edhe kështu dikush prej filozofëve grek ka thonë e përdorin diturin për ta fshehur mosdijen e tyre. Edhe tjetër metodë, ato që janë pranishme shumë, është relativizim i të vërtetës. Edhe këta sofistët kanë thonë që nuk ekziston e vërtet e plot. Po e vërteta është se cili e ka të vërtetën e vetë. Edhe kur thonë në debat, kjo është mendimi jot. Ti mbaj atë mendim ose besimin tënë, kurse unë mendoj kështu, kurse ka çështje për cilat nuk ka mendimi jot ose janë të vërteta objektive. E këto edhe metoda tjera, nuk është vendi këtu, po qëllimi është vetëm ta kuptoni se bidatxhit fillimisht, bidatxhit i kanë futur bidatet e tyre me këto metoda. I kanë futur në umet duke dhënë shpjegime të pa baza, pa pasur bazë, edhe duke pretendu dituri, edhe duke pretendu kuptim, kurse ne dim si ka thënë Ibn Taymija se cilin argument që e kanë marrë ata për bidatin e tyre, te ai argument ka kundër tyre argument. Sigur te ajeti wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Atyre nuk i bën dobi ndërmjetësimi ndërmjetësuesve. Kam thënë kjo është argument se shefat nuk ka në ditën e gjykimit. A nuk është ky argument se ka? Ka ndërmjetësues, mirë po atyne këtyre që kanë vdekur në shirk nuk i bën dobi. Edhe kjo është argument kundër tyre. Nuk i kanë futur ndryshe bidatet përveç se me sofizma, me këto mënyra, por edhe secili kundërshtar i të vërtetës, që nuk do t'i nënshtrohet vërtetës, përdor këtë metodë. E ka përdorur edhe faraoni. Kur i ka thonë Musait a.s. Wa ma rabbul alamin. Çka është ky Zoti i botëve? Nuk kam dëgjuar, nuk di. Do thotë kjo është pikërisht metodë e tillë. Edhe gjithashtu nënçmimi, po një prej këtyre metodave është edhe nënçmimi i personit që është duke thënë të vërtetën. Vjen dikush edhe sjell argument fuqishëm, edhe cila është metoda e tyre për ta mposhtur argumentin, e nënçmojnë dhe përqeshin personin që e ka thënë. Gjithashtu ky faraoni e ka bërë të njëjtën. Pra ka thënë wa ma rabbul alamin, çka është Zoti i botëve? Ka thënë Musa alayhis salam, rabbus samawati wal ard wama bainahuma in kuntum muqinin. Ai është Zoti i qiellit dhe i tokës. Pra kjo është duke treguar një cilësi të fuqishme, madhështore të Allahut subhanahu wa taala. Nuk është kjo temë për shaka, për hajgare. Si shkruajnë disa, veç ju pas keni mbet selefi kështu. Nuk ju intereson shpëtimi vetvetes. Nuk është puna vetëm me thonë, a veç ti je selefi? Pse edhe unë mos t'jem? Ti mësoj, shikon sahabët, kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të ndahet umeti im në 73 grupe, të gjithë janë në xhehenem përveç njënit. Kujt i ka shku mendja mi thonë, si ashtu veç një grup me shpëtu. Të gjithë janë besimtar, mos e privatizoni ju të vërtetën veç për vete, s'kan thënë sahabët, po kanë thënë kush janë ata, që ti dim ne, më thënë të bëhemi ashtu. Prandaj, ai njeri të cilit i intereson e vërteta, pyet për argumentet edhe logjikon për argumentet. Kurse ai që nuk i intereson e vërteta, i përdor këto metoda për ta mposhtë vërtetën. Pra, kur ka tregu Musa alayhis salam këtë argument fuqishëm,
për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe është diçka që është në zemrat e njerëzve, më thënë se Allahu është krijuesi i gjithçkaje. Çka ka bë Faraoni ka thënë qala liman hawlahu ala tasma'un, do të thënë i ka thënë atyre rreth vetit, si në gjuhën tonë, si thon, dëgjoni. Do të thënë kështu që çka po fol. Do të thënë me nënçmim. Por Musa alayhis salam ka vazhdu, ka thënë rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin, ai Zoti juaj dhe Zoti paraardhësve tuaj të mëparshëm. Pastaj ka thënë ky i dërguari që ju paska dërgu juve, që nga i çmendur, e kështu, do të thënë këto janë metodat e njerëzve të batilit. Prandaj mos u dorëzoni, edhe mos u dobësoni, edhe mos u dëshproni, se do të jenë gjithmonë do të ketë njerëz që e kundërshtojnë të vërtetën dhe që i përdorin këto metoda. E lutim Allahun na përforcojë në të vërtetën, na bëj të dobishme atë që na ka mësuar, na mësoj atë që na bën dobi, dhe të na shtoj diturinë që na bën dobi në dunja dhe në ahiret. Dhe të na përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa fikum barakallahu.